Horoskopi ditor e shtunë, 7 mars 2026. Dashi. Marrëdhënia në çift do të jetë e mirë sot, edhe pse do t'i kushtoni më tepër rëndësi jetës profesionale. Partneri do të jetë i kuptueshëm dhe largpamës. Beqarët pa u lodhur fare do të gjejnë personin e përshtatshëm për të filluar një lidhje serioze. Buxheti do të jetë i qëndrueshëm. Megjithatë, mirë është të mos kryeni shpenzime të pamatura. Mendoni të kurseni disa para për të nesërmen. Demi. Ditë mjaft interesante do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni gjatë gjithë kohës mirë pranë partnerit dhe sikur më parë do të ndani me të dhe emocionet më të vogla. Beqarët do të bëjnë të pamundurën për të gjetur partnerin perfekt, por ka rrezik të mos ja dalin dot. Në planin financiar më në fund do të vendosni rregull dhe gjendja do të mbetet e kënaqshme. Binjakët. Mos u tregoni agresiv me partnerin tuaj sot, sepse mund të keni debate dhe probleme të mëdha më vonë. Më e mira do të jetë i merrni gjërat me qetësi në çdo moment. Për fat të keq, për beqarët nuk do të ketë lajme të mira, por ju duhet të prisni ende për të patur ndryshime. Në planin financiar situata do të jetë e kënaqshme, nëse nuk bëni çmenduri me shpenzimet. Gaforia. Jeta juaj në çift do të jetë përgjithsisht e mirë sot. Do të merreni vesh për çdo gjë me atë që keni në krah dhe marrëdhënia do t'ju ecë si duhet. Beqarët nuk duhet të bëjnë asnjë lloj çmendurie apo sakrifice për të ndryshuar statusin. Gjithçka do të ndodhë atëherë kur është programuar. Në planin financiar më në fund do e gjeni ekuilibrin dhe do të mund të kryeni edhe disa shpenzime më tepër. Luani. Nëse silleni mirë me partnerin dhe nuk tregoheni posesiv, situata do t'ju ecë për mrekulli. Ata që kanë pasur probleme duhet të ndryshojnë sjellje në mënyrë që gjërat të ndryshojnë. Beqarët jo vetëm që do të kenë takime, por mund të fillojnë dhe lidhje pasionante. Në planin financiar do të keni fat me shumicë. Përfitoni për të kryer disa investime të domosdoshme. Virgjëresha. Sot do të merren vendime të rëndësishme për ata që janë në një lidhje. Disa do të presin ditën e dasmës dhe disa të tjerë do të mendojnë të bëjnë një fëmijë. Beqarët do e kalojnë gjithë kohën e lirë me familjarët e tyre dhe nuk do e ndjejnë as pak mungesën e një personi në krah. Në planin financiar duhet të bëni të pamundurën që situata të ndryshojë për mirë. Kufizojini në maksimum shpenzimet. Peshorja. Sot nuk do të kërkoni asgjë më shumë se sa qetësi në jetën tuaj në çift. Në fakt, gjithçka do të jetë ashtu si e keni ëndërruar dhe emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të kenë ditë premtuese dhe do e shohin botën me një sy tjetër. Me financat duhet të bëni kujdes, pasi nëse fillojnë problemet, vështirëse mund të zgjidhen. Mbajeni gjendjen sa më të qëndrueshme. Akrepi. Ditë premtuese do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Mbrëmja do të jetë fantastike dhe mund të merren vendime të mëdha. Beqarët duhet të tregohen më të sjellshëm dhe më të buzëqeshur me personat që do t'ju afrohen. Për pjesën më të madhe do të ketë zhvillime pozitive. Me shpenzimet tregohuni më të kujdesshëm dhe gjendja do të jetë e mirë. Shigjetari. Dashurohuni ashtu si ta ndjeni sot ju të dashuruarit dhe mos mendoni për asgjë tjetër. Lëreni pas krahëve të shkuarën delikate. Beqarët duhet të bëjnë kujdes sepse jo të gjithë ata që mundohen të joshin duan një lidhje serioze dhe do t'i bëjnë të ndihen mirë. Për financat është një ditë e mirë për të organizuar gjendjen. Bëni atë që do t'ju duket më e logjikshme. Bricjapi. Bashkëpunimi në çift do të jetë i fortë sot. Nga ana tjetër, do të jeni dhe më të logjikshëm dhe do të hidhni hapat e duhur. Beqarët nuk do të jenë humor për të bërë ndryshime në jetën sentimentale, kështu që gjithçka do të vazhdojë siç ka qenë. Në planin financiar mund të keni më shumë vështirësi, sepse kohët e fundit keni kryer shpenzime të pamenduara. Ujori.
Do të jeni sensual dhe romantik sot juve që jeni në një lidhje. Prandaj, atmosfera do të ndizet flak në çdo moment. Beqarët do të ndihmohen nga planetët dhe do e gjejnë personin me të cilin do të kalojnë jetën. Për ta shumë gjëra do të jenë ndryshe. Financat do të jenë të mbrojtura në çdo moment. Ndihmoni familjarët nëse do të kenë nevojë. Peshqit. Priten vështirësi në jetën tuaj në çift gjatë kësaj jave. Shpesh mund të gjendeni dhe në situata të vështira dhe nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Beqarët do të jenë në një ditë të ndërlikuar dhe do të bëjnë mirë të mos mendojnë për të filluar lidhje. Nuk do të jenë të kthjellët dhe mund të gabojnë. Në planin financiar për fat të mirë nuk do të keni probleme. Shfrytëzojeni këtë rast.